I am back in Malta për disa ditë dhe ua, më mos frima. Pse mund të të tek shumë Denis? Kam më të butë. Po dalim, koha është diell, shi, e vrentur, sneret vesh, dje ka qenë po ashtu. Denis i talë me mua se thot dje nga dreka ishte ko shumë e mirë, sa herë ti u prish, unë era po thot mirë shkreta. Kemi rezervu të ditin gozo, që çfarë do bëjmë nuk e di. Isha as bie shit do më thënë pak në ato ditë. Tani thjesht po dalim. Thuaj hi. Hello. U thash thuaj hi. Hello. Hello. Life is a winding road. No telling Bërë një gjë re këtu në Malta, edhe se si do duket Malta në vitin 2050. Kështu ta shohim normalisht. Follow me on a journey to Malta in 2050. Denisi bëri një blerje. Unë vetëm për të pirë diçka, Denisi përsëri një asata me spinaq, që është si tip byreku, po e ka këtë pjesën si për të hapur, edhe ka marrë një gjë të ëmbël që është me arra, që më duket sikur ka dhe shërbet, po së dalli do të mirë. Jo, nuk ka shërbet, dhe që ka gur e fort. Duket si baklava pa shërbet. Unë mora një smoothie, ndërsa Denisi ka marrë edhe kafe me ujë. Më saktë gjysmë kafe. Kafe shkurtër, së është gjysmë kafe. Vetëm nga Valeta, tani do t'ju tregoj se çfarë morëm. Shkuam në fakt dhe në supermarket, morëm disa gjëra shumë të vogla për sot, edhe ndoshta për ndonjë sallatë nesër. Por t'ju tregoj si fillim se çfarë mori Denisi. Mori një palë atlete nga Adidas dhe ju e dini tashmë stilin e Denisit është super shumë sportiv. Megjithatë më ka surprizuar. Thjesht nuk ishte një numër të një palë atleteve të tjera që ishin pak më serioze edhe nuk i mori dot, domethënë, edhe përfundoi me këto. Që më thënë të dy dhe mua më pëlqejnë, janë fix stili i Denisit. Këto ishin me ofertë, nuk e di, nga 100 ca i ka marrë diku tek 50, mos gaboj. Ndërsa te Spar kemi marrë buk, pana, arra, djath mozzarella, sepse do bëj një super sallatë me spinaq, do t'ja u tregoj edhe juve këtu në video, te kjo video. Kemi marrë edhe djath feta, një kemi marrë për të bërë gjellën e verës, që tashmë ju e dini, është e preferuara e Denisit, edhe një që ta kemi për çdo fakt tjetër. Ka marrë një sourdough, është ajo buka që është shumë e mirë dhe kanë filluar që ta bëjnë që të gjithë trend, po e gatuajnë edhe në shtëpi, është kjo. Vaj ulliri, spinaq për sallatën, patlıcan, avokado, domate edhe spec. Këtu janë shumë të mëdhenj, e dini tashmë sa herë që vi këtu ja u them një gjë, po realisht shikoni pak sa është një spec. Nuk ka speca normale këtu. Dhe gjëja e fundit një lëng limoni dhe të gjitha këto kanë kushtuar 30 €. Tani Denis do më ndihmoj që të ngri këto perimet e veta për t'i bërë gjellën e verës, ndërkohë unë do t'ju tregoj juve sallatën e spinaqit. Kemi nisur të bëjmë sallatën e spinaqit dhe si fillim kemi larë spinaqin, janë këto baby spinach që u thash edhe pak më përpara. Ndërkohë që tani do bëjmë salcën për të cilën na duhen 3 luk vaj ulliri. I hodha dhe i qik shu aceto, balsamike. Tani do t'i hedh pak uthull, mëlle, pak. Dhe tani do t'marr vajin, lëngun e limonit. Hedh pak lëng limoni. Kjo është salca. Do përzimi qik normalisht. Salcës mos t'i harroni t'i hidhni dhe krip, se unë harrova t'ja u them, por ja hodha. Domatet i ka bërë gati Denisi, mund përdorni edhe pomodorini, po ne kishim domate të thjeshta në shtëpi, kështu që e bëm me këto. Sipas dëshirës mund t'i hidhni dhe arra ose bajame, prap kemi arra, kështu që po i hedhim arra. Opsionale është për t'i shtuar edhe avokado, sigurisht që do ja shtonim. Tani do t'i hedhim salcën e krijuar sipër. Ne do i bëni një mix të mirë që të kaloj çdo gjë kudo. Dhe për prekjen finale, një mozzarella sipër saj. Tani, kjo nuk besoj se është nga ato mozzarellat që hapet njësoj siç duhet të hapet, po ideja është kjo. Thank you, faleminderit që na ndoqët.
Shihemi në gatimet të tjera. Qa mendove për sallën me spinaq? Shumë mirë. Jam i farë kuzhinjere. Harova t'ju them që po dal, do me thënë sa unë sallatën u vesha direkt edhe dola, sepse kemi gender reveal-in e Katerin sot, edhe dua t'i blej një dhurat, normalisht se nuk i dihet se kur e takoj. Kështu që dua që t'ja jap sot atë dhuratën. Tani më vrap se me ka taksia. Kam marrë ca gjëra shumë cute. I futa në një çantë super cute. Hola. Bienvenido. Bienvenida. Very much. I know. You always come when I'm not here. Isn't that my mom? Oh, what? Like really late, but not that. Tani po hapim kekët që janë me ngjyrën brenda. Katerino! Hinna skemre bahuluri. My girls. Hello, nga një ditë tjetër këtu në Malta. Unë jam zgjuar herët edhe kam bërë çdo punë të mundshme të shtëpisë. Dhe e kam bërë për faktin se nesër do t'ikim në Gozo, kështu që thash të mos e kemi mendjen që o bo shtëpinë e kemi lënë rrëmuj, po shtëpisë, po thirr mandej. Dhe kur them kam bërë çdo gjë, kam bërë çdo gjë. Tani Denisi po na gatuan mëngjes. I thënë se sa është ora? Ora është 2:30 e drekës. Po të paktën kemi çdo gjë në rregull. Arsyeja sepse e hapa kamerën, përveç sa për të bërë vlog sigurisht, është edhe për të bërë një unboxing. Kjo pako ka një muaj që më pret mua që unë vi ta bëj unboxing, s'ka gjithë zemër, më bë zhurmë se edhe unë kam qesen këtu, mos ti merak, nuk të vërtas. Po thoja që kjo pako ka një muaj e disa ditë që po më pret. Unë këtë e kam bërë për të provuar nëse funksionon një taktik e shenjit. Unë e pash në një video në TikTok të një vajze kur thoshte nuk e di se si ju akoma bëni shopping në shenjë duke mos bërë këtë gjë. Dhe gjëja ishte të installoje aplikacionin, mos të kishe lënë as edhe një gjë në kartë, ta regjistroje sërish dhe të shkruaje një kod që unë do t'ja u lë këtu. Nuk ka lidhje me mua, nuk përfitoj as edhe një gjë, nuk është bashkëpunim, thjesht po e bëj këtë gjë meqense e di dhe pse jo ta dini edhe juve. Funksionon vetëm për ata që jetojnë jashtë Shqipërisë, besoj se duhet jetë për gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Dhe unë kam marrë me 60 deri 90% ulje disa produkte, të cilat do t'i ndaj me juve tani. Kam marrë çorape. Bezh, pana, kafe, kjo ngjyra që është in dhe kanë këtë detajin e fjongos që është shumë e bukur. Janë 1, 2, 3, 4, 5 palë. Tani janë fiksuar me ngjyrën roz dhe me ngjyrën kafe. Kam marrë edhe këtë jelekun që ka këto detajet e luleve baby blue. Dhe kam një palë gjinse të cilat besoj do të shkojnë shumë me këto detajet e luleve. Si duket ky jelek të zemër, ty s'pëlqen jelekët, duket a? Jo, jelekët pëlqejnë, ty s'pëlqejnë ato me kopsa. Kam marrë një shami, unë shamijat në fakt i përdor, nuk po them që i përdor shumë, po i përdor. Do të them që kam përdor si aksesor edhe në çanta, edhe në gjinse. Dhe kam marrë, që ka material shumë i butë. Është kjo këtu. Shumë e bukur. Po kjo se të duket. Shumë e lezetshme. Kam marrë një palë pupa. Këto pupat, ose më saktë, këto balerinat që po më duken shumë të mëdha, janë numrim 37. Janë super të bukura. Edhe nuk kisha një palë të tilla, duke qenë se kanë dalë shumë në modë, doja patjetër një palë, edhe thash, okay, i pash aty, pse jo? Unë kam blerë dhe herë të tjera këpucë në shenjë, përgjithsisht më kanë pëlqyer,
Kështu që i mora dhe realisht materiali u duka shumë i mirë. Besoj se edhe çmimet i shikoni sepse ja u lë diku në ekran që të dini se me çfarë çmimesh i kam marrë. Produkti tjetër janë në fakt 2 palë recepeta, të cilat janë pa ripa. Edhe janë në ngjyrën e zezë dhe në ngjyrën bezh. Duken materiale të mira. Unë do t'i provoj dhe normalisht do ju them nëse ja vlen apo jo. Okay. Dhe gjëja për të cilën u bë sebeb blerja në Shein është taram, kjo xhaketa që ka dalë super in. E ka marrë masën small sepse është oversize dhe nuk e doja shumë oversize. Ngjyra, materiali, çdo gjë realisht ka ardhur shumë e mirë. Ka detaje gold tek zinxhiri këtu. Dhe nisë pak se të duket. Është shanse Si por. si ka mosh. E kam të zezën, ta jap. Jo, është vërtet shumë e lezetshme. Kjo është vërtet shumë e lezetshme. Do ma shikoni sigurisht ose te ky vlog ose tek vlogu i jashtëm sepse do ta vesh patjetër, domethënë patjetër. Dhe këto ishin të gjitha blerjet. Të gjitha këto kushtuan 42 euro, në fakt më shumë ka kushtuar transporti. Bëshaka, në fakt transporti ishte diku tek 7 euro, mos gaboj, duke qenë se nuk arrita atë shifrën që duhet të arrija për ta marrë transportin falas, nga që nuk është se doja shumë gjëra, më kuptoni. Edhe e pagova si përfundim transportin. Tani do, këto dhe u hapkan. Realisht ka shumë material i mirë. Imagjinoj tani duke edituar këtë video edhe duke kuptuar që sa shumë është dëgjuar pjesa e kuzhinës, do më hipi petulla e trurit, por gjithsesi jemi okay. Tani Denisi më zi më pres të hase, me thënë drejtën po më hal. Edhe që do bëjmë sot, do dalim apo jo? Do dalim, koha nuk është shumë në favorin ton, por është okay, do dalim normalisht se unë dua të bëj disa foto, disa gjëra, disa video, disa. Rrim në shpi. Rëmuja. Mëngjesi. Drejka bashk. Njerëz ne ja kemi fut gjumit, pasi kemi ngrënë, edhe tani po dalim me shoqërinë e Denisit, që i njoh edhe unë sigurisht. Do pim një kafe në Sliema. Një kafe. Më thënë që po dalim domethënë në Sliema. Po s'pëlqen barbecue-ja. Driving through days and nights. We are home. U kënaqëm në fakt edhe tani direkt duhet të bëj gati valixhen. Nuk është se apo do marrim shumë gjëra sepse jemi 2 veta edhe jemi 3 ditë atje, jemi 2 net. Kështu që do marrim letra, do marrim budalliq, do marrim gjëra se do i shtym kohën disi në gozon. Vetëm nesër kohë mirë imagjinojnë gjëra të tjera. Shijo njerëz, ose duhet të lutem që të dali dielli dhe koha që na ka treguar telefoni të jetë vetëm për Maltën, mos të jetë për gozën. Kështu që tani do bëjmë gati rrobat që do marrim me vete për në gozo. Më duket se kemi paketuar çik më shumë nga ç'duhet. Dhe prap më duket sikur s'ka marrë mjaftueshëm.